Mirëmëngjes. Të dashur miq të rubrikës tonë Tulipani, ju përshëndes e uroj gëzuar festën e pavarësisë, festën më të madhe të popullit shqiptar, festën më të madhe të kombit shqiptar, festën më të madhe të gjithë shqiptarëve ku janë kudo në botë. Të dashur miq, në këtë ditë madhe, sot me datën 28 nëntor, 113 vjet përpara, u shpall e drejta jone pa mohueshme të flasim shqip, të shkruajmë shqip, të kem vendin ton shqiptar, të kem trojet tona, të jemi shtet shqiptar. Pra, kjo ishte madhësia jonë më e madhe. Dhe populli shqiptar mbajti çdo kohë në luftë kundër hasmeve të tij, në luftë kundër armiqve të egër të tij, në luftë kundër armiqve shekullor, që munduan të na shpërndajnë, që munduan të na ndajnë, që munduan të na coptojnë çdo ditë. Pra, të dashur miq, sot populli shqiptar në këtë ditë të lumturohet, të gëzohet për këtë gjatë madhe që kemi, për këtë drejtë që ne e fituam, të parët tanë, Isa Buletini, Ismail Qemali, Hasan Prishtina, e shumë patriot tjerë, i dhanë me rilindasit tonë, i dhanë të drejtën popullit tonë, të flasin, të shkruajnë gjuhën e vetë, të jenë vetvetja, të jenë shqiptar, të mos jenë turq, mos jenë arab, mos jenë shkja, mos jenë serb, mos jenë bulgar, mos jenë grek, e kështu që fituam pavarësinë tonë. Ta gëzojmë e uroj një ditë sa më të gëzuar, e ju uroj që asnjë shqiptar mos kenë asnjë dhimbje kur në jetën e tij në vazhdim. Vetëm të ketë lumturi, gëzim e paqe në jetën e gjithë shqiptarëve në kanë botë. Ju falemnderit.